20 vjetori i themelimit të Odës ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore shërbeu si një moment vlerësimi për të gjitha kompanitë anëtare, themeluesit, partnerët, kryetarët e kuvendit të UMVP-s, drejtorët ekzekutiv, mbështetësin ndër vite, bashkëpunëtorët institucional, kryetarët e Odës. Iniciativa e themelimit të Odës ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore nisi më 4 dhjetor të vitit 2004, nismë e cila përgjithmonë ndërroi trajektoren e biznesit dhe ekonomisë së vendit. Ne ja dolëm, sepse e kuptuam se kompromisi nuk është dobësi, por mençuri, ndërsa bashkëpunimi është forca që na ka mbajtur të bashkuar për 20 vite. Sot jetojmë në një kohë kur tregjet ndryshojnë me shpejtësi dhe konkurenca bëhet gjithnjë më e madhe. Prandaj, bizneset tona duhet të vazhdojnë të profesionalizohen, të jenë më inovative dhe të shtrinë praninë e tyre edhe përtej kufive tanë. Nuk duhet të kënaqemi vetëm me mbijetesën. Duhet të ndërtojmë kompani që respektohen ndërkombëtarisht dhe që përfaqësojnë me krenari komunitetin ton kudo në botë. Në këtë rrugtim, Oda ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore duhet të mbetet shtëpia e biznesit tonë, një institucion që jo vetëm dëgjon, por edhe vepron, jo vetëm përfaqëson, por edhe mbron interesat e afaristëve tanë, sot dhe për brezat që do të vinë. Ne kemi një diasporë të fuqishme, të ri, të talentuar dhe potencial të jashtëzakonshëm. Ajo që na duhet është të vazhdojmë, të besojmë të njëri tjetri dhe të ecim përpara së bashku. 20 vjetorin e Odës ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore përshëndetën edhe kryetari i kuvendit Afrem Gashi, si dhe zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit Aleksandar Nikolovski. Ndërkaq u ndan mirënjohje edhe për media që përkrahën të dëgjohet zëri i një institucioni që do të përfaqësonte biznesin shqiptar, që aso kohë kishte vizion gjithëpërfshirës që nuk kërkonte asgjë tjetër, pos një terreni me kushte të barabarta dhe të drejta për një garë të mirëfillt në tregun e vendit. Dhe televizioni Koha. Me mirënjohje u nderua edhe televizioni Koha, kurse drejtori Mebaj Abdiu është shprehur krenar për faktin se Oda ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore në vitin 2006, paraqitjen e parë televizive e ka patur pikërisht në televizionin Koha Tetov. U promovua edhe dokumentari i rrugtimit 20 vjeçar të UMVP-s, si dhe monografia komemorative ku pjesë e saj janë kompani dhe figura të shumta që kanë qenë kontribues përgjatë 2 dekadave të veprimtarisë së Odës. Me pjesëmarrjen e tyre këtë ngjarje e nderoi edhe ansambli shtetëror i këngëve dhe balleve popullore shqiptare në Maqedoninë e Veriut. 20 vjet më vonë, Oda ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore mbetet po ai zë i biznesit që lindi nga vizioni, guximi dhe nevoja për përfaqësim të denj. Duke nderuar të kaluarën dhe kontributin e brezave që e formësuan, ajo vazhdon të shohë përpara me përgjegjësi, ambicie dhe besim në potencialin e biznesit vendor.